Përshëndetje, në këtë episod do shpjegojmë se çfarë është emaili, do shpjegojmë disa nga parimet themelore të emailit, do përdorim dhe do shohim disa përdorime praktike në Gmail, që është edhe platforma që do përdoret në këtë video. Atëherë emaili është një përkufizim, është një electronic mail ose postë elektronike, përdoret për të komunikuar njerëz në gjithë botën në mënyrë të shpejtë dhe të sigurt. Çdo përdorues ka një adresë unike emaili, që do të thotë adresa e tij nuk është e ngjashme me adresën e një personi tjetër. Për shembull është arsilda@gmail.com ose mund të kemi në Hotmail ose në Yahoo, të cilët janë edhe platforma të ndryshme ku mund të krijojmë një adresë emaili. Përdoruesi mund të dërgojë mesazhe, mund të dërgojë dokumenta, foto, video ose linqe të ndryshme interneti. Marrësi e pranon në boksin e tij dhe kështu krijohet një komunikim ose një përgjigje duke dërguar dhe duke marrë emaile që kanë përmbajtje mesazhi, dokumente, foto ose video të ndryshme. Përdorimet më të zakonshme është një komunikim personal edhe profesional, përdoret për regjistrime faqe interneti ose aplikacione të ndryshme, përdoren masivisht emailet, të cilat mund të marrin informacione nga një faqe interneti dhe mund të bëhen forward në email. Përdoren gjërësisht në shkolla, ku përdoret për të dërguar detyra dhe dokumenta, merren njoftime të ndryshme, ftesa, fatura, lajme. Siguria e emailit shumë e rëndësishme. Emaili duhet të mbrohet me fjalë kalim ose passwordi. Mund bëhet edhe me 2 hapa për verifikim. Supozojmë që emailin tuaj e lidhni që të verifikohet me telefonin, marr një konfirmim nga telefoni. Siguria e emailit është e rëndësishme sepse në emailin ju keni komunikime të cilët janë personale por edhe profesionale dhe duhet të jeni të kujdesshëm me spamet dhe mesazhet mashtruese që ndonjëherë vijnë në email dhe mund të dëmtojnë sigurinë e emaileve. Atëherë hapim Google dhe kemi Gmailin. Tani e kam krijuar adresën e emailit dhe normalisht e kam batë mënyrë që të logohem, në qoftë se ju nuk keni një adresë emaili, në momentin në cilën mund të krijoni një adresë të re emaili, në qoftë se juve nuk e keni, dhe krijimi i adresës së emailit, mund vendosni një email ose e krijojmë për përdorim personal ose për fëmijë ose për biznes. E supozojmë që ka një përdorim personal në Google për të gjithë personat që janë mbi moshën 13 vjeç, e kanë të mundur të përdorin një Gmail në mënyrë të pavarur, ndërsa për personat që janë nën moshën 13 vjeç, duhet që të lidhet me llogarinë e një prindi ose duhet të hapet si një Gmail ose si një email fëmije, që do të thotë monitorohet përdorimi i emailit nga ana e prindërit. Fillojmë me krijimin, e supozojmë Arsilda Princian. Krijojmë emailin ton duke shkruar të dhënat tona. Vendosim, e supozojmë, një datë jo e saktë, por për të krijuar një ide. Vendosim të dhënat tona dhe e supozojmë që krijojmë këto emaili dhe vendosim passwordet tona, duke qenë se unë tashmë e kam krijuar emailin tim, nuk është se do e krijoj si email, por thjesht hapat të cilët janë të kërkuara për tu krijuar, janë shumë të thjeshtë, që kërkojnë më shumë informacionin tuaj personal. Ju mund të vendosni se si do jetë adresa juaj emailit dhe në të njëjtën kohë mund të kërkoj edhe informacion për një numër telefoni nga ku për arsye sigurie mund të dërgoj një kod i cili mund të shërbej për inicializimin e Gmailit. Tani emaili në momentin që logohemi hapet në këtë formë. Përdorimi më i madh është për të dërguar një email në Compose,
ne dërgojmë emailin, shënojmë, e supozojmë po ja dërgoj vetës, personit të cilët ne do ja adresojmë në tu, personit në cilët i dërgojmë emailin, emaili ka një titull, e supozojmë detyrë kursi elektronik, dhe në email mund të kemi më shumë se sa një person, që do të thotë mund të kemi disa persona të cilët e marrin dhe ju adresohet ky email. Në CC, tani po të hapim pak më gjerë, kemi edhe disa opsione të tjera. Në CC vendoset një person i cili është për dijeni. E supozojmë që duke qenë si jemi në detyrë kursi, ne jemi në polin në grup. Të gjithë anëtarët e grupit merret një tu, që do të thotë është një email i drejtuar atyre dhe kërkohet një përgjigje ose personat të cilët janë primar të përfshirë në këtë email. Në CC janë personat të cilët janë për dijeni, që jo domosdoshmërisht janë të kërkuar që të japin, është të kërkuar që ata të japin një përgjigje, por duhet të jenë në dijeni të detyrës së kursit. Të supozojmë që është mësuesi i landës i cili dëshiron që të është e nevojshme që të jetë në dijeni të procesit të zhvillimit të një detyre dhe është në CC, që do të thotë nuk është se do marri ose do japi një përgjigje për këtë lloj emaili, por thjesht do jetë në dijeni për zhvillimin e detyrës dhe ecurinë e detyrës nga secili antar i grupit. Në BCC është një opsion ku ju mund të vendosni, është sërish një person në dijeni, por në CC kur e vendosim ai shfaqet në email, ndërsa në BCC është një person i cili nuk është i dukshëm në email. E supozojmë që është presidenti i një kompanie i cili merr emailet e të gjithë punojësave ose drejtuesave të departamentit, por atij nuk i shfaqet emri në email dhe në këtë mënyrë krijohet një BCC. Titulli i emailit është shumë i rëndësishëm, pasi ky është mesazhi i parë që marrësi lexon. Është ai çfarë shënohet në subject ose në, le ta thona si titull i emailit. Pastaj emaili fillon me një përshëndetje, ku gjithmonë ose të nderuar ka një fjali e cila është një përshëndetje ose siç mund të jenë edhe kartolina të cilët janë shkruar dikur dhe po ju dërgoj detyrën e kursit të punuar nga ana ime. Filloj me mesazhin nga ana ime. Deri tani kam punuar me pjesën e parë. Të lutem më informo për detyrën tënde. Faleminderit ose me respekt. E gjithë emaili ka edhe një strukturë. Respekt, Ersilda. Tani, siç e shikojmë, kemi krijuar një email të thjeshtë, i cili ka një fjali përshëndetse dhe ka një përmbajtje në mesazhin e emailit dhe në fund ka një fjali përmbyllëse me respekt dhe emrin e personit. Të gjitha këto fjali, një lloj si në dokumentimin Word, ne mund t'i ndryshojmë llojin e shkrimit ose mund të ndryshojmë vetëm një pjesë të selektuar të shkrimit. Kjo bëhet për arsye për ta bërë më estetike, por në të njëjtën kohë përdoren edhe për ta bërë më të dukshme. Supozojmë që përshëndetje e bëjmë më të theksuar dhe në të njëjtën kohë mund ta ngjyrosim duke përdorur të gjitha opsionet për stilimin e një emaili. Përveç kësaj, në shumë emaile ka raste që përdoren dhe emoji. Zakonisht në emaile profesionale mund të mos përdoren, por e supozojmë që është një email për një fest, për një klub financë ose për një fest, për një koncert në shkollë etj. Pavarësisht se mund të duken profesionale, për t'i dhënë një ambient më të ngrohtë dhe më celebrues, le ta thona, mund të krijojmë dhe përdorimin e emojit ose
struktura simbolikave të caktuar, të cilat e bojnë edhe më interesante përbajtjen e emailit. Përveç kësaj, emaili ka edhe mundësi që ne t'i dërgojmë attach, që do të thotë me attach i bashkangjisim një dokument emailit tonë. Me këtë opsionin hapim e supozojmë do marrim një detyrë dhe përzgjedhim vendin ku e kemi ruajtur në kompjuterin ton dhe kemi të mundur që ta bëjmë attach në qoftë se ai email ka nevojë për të dërguar një informacion. Përveç attach ne kemi mundësi të vendosim edhe një link, e supozojmë kliko dhe marrim një video, e supozojmë, ose ndoshta një faqe tjetër web i cili apply krijon opsionin kliko duke na dhënë mundësi që ne të bëjmë të mundur edhe duke klikuar në linkun përdorur. Ka edhe opsione për të ngarkuar nga drive-i dhe pasi ne jemi bindur, gjithmonë bëhet një korrigjim i anës gramatikore. Një email me gabime është një email që humbë rëndësinë e profesionalizmit, të bën më pak profesional. Pasi ne jemi bindur që e kemi shkruar në rregull dhe i kemi shtuar të gjithë elementet, qoftë nga ana e stilit, por gjithashtu edhe dokumentat të cilat ne dëshirojmë t'i transmetojmë për email, ne kemi mundësi që emailin ta dërgojmë me send. Në momentin që shfaqet ky mesazh brenda 30 sekondave, ne kemi mundësi që emailin t'i bëjmë undo ose t'i japim mundësi për ta fshirë emailin, edhe pse ai është dërguar. Ky është emaili jonë. Ja ta provojmë edhe një herë. Test. Po bëjmë një email test. Në momentin që bëjmë një undo, ne na kthehet ai email mbrapsht, është vetëm për 30 sekonda, kemi mundësi ta kthejmë mbrapsht dhe po të shohim ne na shtohet në drafte ku ne kemi mundësi ta editojmë. Kjo ndodh në rast se kemi harruar diçka, e supozojmë kemi dërguar emailin, po kemi harruar që t'i shtojmë dokumentin attach, ose kemi dërguar emailin, po kemi harruar të shtojmë një fjali, kemi mundësi që brenda 30 sekondave ta kthejmë emailin mbrapsht. Tani, përveç dërgimit të emaileve, emailet e ardhura ne na shfaqen gjithmonë në inbox dhe pasi e kemi marrë emailin, kemi mundësi që mes këtij opsioni ta bëjmë një forward, që do të thotë i gjithë emaili bashkë me dokumentin attach i dërgohet dikujt, kemi mundësi që ta bëjmë delete ose kemi mundësi qoftë edhe ta printojmë, kemi edhe mundësi t'i bëjmë një reply dhe të japim përgjigjen tonë. Përshëndetje, detyra ime është drejt përfundimit. Javën që vjen do të dërgoj me email materialin. Me respekt, Ersilda. Tani në këtë formë ne kemi krijuar një bashkëbisedim dhe sërish mund të marrim një attach dhe ose mund ta marrim dhe nga drive-i, mund të vendosim sërish një link ose mund të vendosim emoji ose fytyra. Përveç kësaj, ne kemi mundësi të krijojmë edhe një signaturë ose një firmë, por që mund ta shpjegoj në një video tjetër. Tani jemi vetëm në disa gjëra bazike të emailit dhe i bëjmë send. Edhe këtu kemi mundësi që të bëjmë një undo dhe në momentin që i bëjmë undo, ne na jepet mundësia që ta editojmë, e supozojmë që këtë dua që ta nënvizoj, e supozojmë, dhe pastaj e dërgoj sërish, që do të thotë brenda 30 minutave unë e kam kthyer emailin mbrapsht.
Tani, emailët e marra ne gjithmonë i lexojmë në inbox dhe emailët e dërguara i shohim ato çfarë kemi dërguar, i shohim në send. Emailët në draft janë emailët të papërfunduara, që do të thotë kanë ngelur për verifikim ose për shqyrtim, ato për arsye të ndryshme janë në draft ose të papërfunduara. Përveç emailëve shumë të rëndësishme për të përmendur janë se shpesh herë emailet na vinë në spam. Spam zakonisht janë emailet të cilët veç Gmaili i shef si të dyshimta, që do të thotë mund të jenë emailet që cënojnë sigurinë. Ka shumë raste të cilët edhe emailet të cilët nuk janë të dyshimta përfundojnë në spam dhe kontrolli i spameve është gjithashtu i rëndësishëm, por është i rekomanduar që ato emailet të cilët i shikoni si një gjë marketing ose një gjë e pa sigurt të mos i hapni, ndërsa për ato emaile që për një arsye që ju në fakt e njihni personin që i ka dërguar dhe është një email që e konsideroni të sigurt, ju mund ta hapni dhe mund ta lexoni. Përveç pjesës së emaileve, ne mund të kemi dhe emailet të skeduluara, ku në këtë sektor mund të krijojmë një email dhe mund ta selektojmë ose mund ta skedulojmë që ai të mos dërgohet në atë moment, por të dërgohet në një moment të dytë. Dhe këtë pjesë mund ta shpjegoj në një orë tjetër, pasi më së shumti ose më thelbësore është dërgimi, marrja e emailit, dërgimi i një emaili dhe në të njëjtën kohë kuptimi i emaileve që janë në draft dhe leximi edhe emaileve që janë në spam. Atëherë, për ta bërë më të madhe emailin, ne kemi mundësi që ta hapim me këtë opsionin dhe kjo na jep një mundësi që të kemi më shumë hapësirë dhe më shumë vizualitet mbi ato çfarë po shkruajmë. Dhe me opsionin kemi mundësi që ta fshijmë. Të gjitha emailet mund të selektohen në momentin që marrin një ngjyrë, e supozojmë, i bajmë markës Anrit. Në momentin që ato kanë një ngjyrë të dukshme, që do thotë bold, ai është një email i pa lexuar nga ana juaj, ndërsa në momentin që është një email si tani, do thotë që ky email është i lexuar dhe nuk është një email i ri i sapo ardhur. Ja, në këtë formë ne kemi krijuar një email që është i pa lexuar dhe në momentin që e marrim ne kuptojmë që ky email nuk është lexuar nga ana jonë, ose e kemi bërë me të djathtën, e kemi bërë si një email të pa lexuar. Gjithashtu me të djathtën klikojmë, kemi mundësi edhe t'i bëjmë delete, kemi mundësi që të bëjmë dhe forward, reply vetëm personi që është në tu, reply all ju përgjigjet që gjithëve dhe personave që janë në CC dhe personat që janë në BC, që do të thotë ka një diferencë, ku kemi vetëm reply, i përgjigjemi vetëm personit që është në tu, në këtë rastin vetëm këtij personi, ndërsa kur i bëjmë reply all, i përgjigjet edhe personit në CC dhe personit në BC. Dhe më pas është forward. Në momentin që i bëjmë reply, ndodh që emailit nuk i bashkangjitet dokumenti attach, ndërsa në momentin që bëjmë forward ose forward as attach, në momentin që bëjmë forward ja dërgojmë emailin bashkë me dokumentin që është attach në atë email, ndërsa forward as attach, emaili jon i bashkangjitet një emaili të ri. Ja, supozojmë që ky email tashmë i është bashkangjitur një emaili të ri, që do të thotë ai person që hapën këtë hap në fakt një email i cili ne na jep mundësi të lexojmë në rastin tonë, të lexojmë se çfarë është bashkangjitur. Atëherë, kjo është një pjesë a një përshkrimi të thelbësor të emaileve, sidomos emailet janë një element shumë i rëndësishëm, nuk ka rëndësi se çfarë profesioni
ne kemi, emailët vazhdojnë të jenë si një ndër elementet më të rëndësishme për një komunikim profesional.